shtetin shqiptar. Është shpallur eroin e popullit. Ishte motër e 6 vëllezërve. Në vitin 1915 u martua me Azem Galicën. 1889-1924. Shota mori pjesë në kryengritjet kundër Osmane të viteve 1909-1912 dhe në qendresën e armatosur kundër serbëve në vitet 1912-1915. Në vjeshtën e vitit 1915 u rreshtua në qetën e kryengritësve të Drenicës për krah burrit të saj Azem Galicës. Në vitet 1916-1918 Shota mori pjesë në disa aksione kundër forcave pushtuese bullgare dhe austro-hungareze në mars të vitit 1917 në Obri dhe në korrik të vitit 1917 në Baj. Në vjeshtën e vitit 1918 Shota mori pjesë në luftimet për çlirimin e Drenicës, Podgorit dhe Pejës. Pas luftës së parë botërore e vazhdoi qendresën kundër politikës serbo-madhe të dhunës edhe të shkombëtarizimit në Kosovë. Në muajt prill qershor të vitit 1919 mori pjesë për krah Azemit në kryengritjen e rrafshit të Dugagjinit dhe të Drenicës. Në vitet 1921-1923 luftoi për mbrojtjen e zonës asnjanse të Junikut dhe në vitet 1923-1924 të zonës së lirë të Drenicës në Arbanin e Vogël. Pas vrasjes së Azem Galicës, Shota mori drejtimin e qetës së bashku me Mehmet Delin 1898-1946 dhe Fasli Beranin 1885-1954. Në ballafaqimet politike në Shqipërinë e viteve 1921-1924 ishte përkrahase e opozitës demokratike dhe mbështetëse e qeverisë së Fanolit 1882-1965. Në dhjetor të vitit 1924, Shota mori pjesë në radhët e luftëtarëve të Bajram Currit 1862-1925, të cilët i pritën në kufi me armë forcat e Cenobej Kryeziut 1895, Prag 14/10/1927 dhe të intervencionistëve serb dhe rus, Bielogardistë të generalit Wrangel. Bashkë me qindra luftëtar nga Kosova, luftoi kundër forcave të mbretërisë jugosllave. U rikthye në Kosovë, ku mbajti gjallë në popull frymën e qendresës antiserbe. Luftoi së bashku me Bajram